A është sot Kosova me pak e ndotur apo me shumë e ndotur nga tymtarët e termocentralit të Kosovës? Njëri prej faktorëve që nëse i shohim raportet e Agjencisë Mbrojtjes Mjedisit, shihet një farë ndoshta progresi. Është një ndotje pak më e vogël vitin që shkoi, nëse e krahasoj me vitet më përpara, mirë po është shumë larg asaj që duhet të jetë. Pra, do thash edhe më herët që niveli i ndotjes për këtyre termocentraleve është jashtëzakonisht i madh dhe investimet, sidomos në elektrofiltrat e tyre, nuk shihen askund. Pra, nevojiten shumë mjete, pra ka një kosto të jashtëzakonshme, e cila kërkohet për uljen e emitimit gazrave prej anës së termocentraleve. Po mbysin thunë njerëzit florën dhe faunën, çdo gjë shëndeti publik demarkohet. Kjo nuk është vetëm çështje mjedisore, pra është çështje e shëndetit publik, pra ndikon direkt në shëndetin e secilit qytetar, dhe nëse i shohim edhe raporte tjera, sidomos të sëmundjeve respiratore në vendin tonë, mos flasim andej për prekurit me kancer viteve të fundit, pra ne shohim gjithmonë një rritje enorme të prekurve nga kjo sëmundje, dhe njëri prej shkaktarëve, për të mos thënë kryesori, është cilësia e ajrit, sigurisht edhe ushqimit edhe gjërave tjera, sepse ne kemi, kisha me thonë, në mbrojtjen e shëndetit publik, pothuajse nuk duken veprimet e shtetit. Pra, nuk po flas vetëm për ajrin, kemi problem shumë serioz cilësinë e ushqimit, pra siguria ushqimore është pothuajse zero. Nuk e din çfarë blen nëpër. Ajo është interes kombëtar po ashtu i sigurisht. Të tregjet tona, pra dhe gjitha këto bashk, atëherë ndikojnë që ne ta kemi një shoqëri të pashëndetshme. Dhe po them prapë është jashtëzakonisht e shqetësuese. Të shkundin, të trembin, të friksojnë kur ti shikojsh ato raporte, se ku jetojnë. Shumë janë shqetësuese, pra mjafton vetëm i po raportet e të prekurve me kancer vit pas viti, dhe t'ia shën gjithmonë që është trendi në rritje. Pra kemi 2-3 fishim të prekurve viteve të fundit. Dhe kjo sigurisht që është absolutisht prej cilësisë së ajrit ushqimit të cilët ne kemi në vendin tonë. Mos flasim andej për ujrat, pra që janë pothuajse shumica atyre të kontaminuara, që ushin lumejt, 95% e kanaleve të ujrave të zeza deri në lumejt tonë. Pra, po them prapë, në çdo aspekt të mbrojtjes së shëndetit publik, veprimet janë shumë të ngadalshme, për të mos thënë nuk shihen fare. Ne shohim zonjën Fitore Pacolli, ministre në detyrë e ambientit, duke u paraqit vetë nga vendi i ngjarjes, teksa bageret e kompanive pastrojnë mjedisin. Si e cilësoni atë dhe qeverin Kurtin ndër vite, me qenë se është që prej 6 vitesh në pushtet tani në detyrë, do duhet ja bëjmë një bilans sipas observimit që keluan. Prej perspektivës së një aktivisti mjedisor, sigurisht që secilin veprim të kujtdo, i cili shkon në favor të pastrimit të hapësirave publike, disi e vlerësoj. S'ka rëndësia është ministra, kryetar komuna, kur e shoh që të paktën po e merr një hap për të larguar një letër prej një hapësire publike, e vlerësoj. Po në anën tjetër, duke njohur rolin që e kanë në këtë rast Ministria e Mjedisit dhe vetë ministrja, dhe duke ditur se sa shumë ka nevojë për shumë aktivitete të cilat kishin me rregullu mënyrën se si funksionon rujtja e mjedisit dhe menaxhimi në përgjithësi, mendoj që ministrja ka shumë punë të tjera, të cilat i ka më të rëndësishme. Mos me hub kohën me nejt me bagera aty, po ka punë tjera. Duke ditë nevojën dhe punën e madhe që e ka, unë mendoj që është humbje kohe, sepse largimi i deponive ilegale në Kosovë bëhet tash e 25 vjet, dhe largimi i tillë bëhet prej komunave të cilat përmes thirrjeve publike i largojnë deponit në territoret e tyre çdo vit. Angazhohen grupet ndryshme, angazhohemi ne si organizat, pra është një aktivitet i tillë është prezent rregullisht. Shumë më rrugës kishte qenë që ministrja paraprakisht të filloj
dhe të realizoj disa punë të cilat janë shumë më të rëndësishme që deponitë të tilla të mbeturinave mos të rikrijohen. Sepse unë siguroj edhe ministrin edhe këndo tjetër që pas një kohë shumë të shkurtër të pastrimit, ajo gjendje do rikthehet në shumicën e rasteve. Çka është imediate? Çka ishte imediate për Kosovën? Sot e nesër që për Kosovën e që kanë bërë se kanë bërë edhe këtë qeveri. Nëse flasim për 6 vite me radhë, buxheti i ndarë nga qeveria e Kosovës për projekte mjedisore është pothuajse i padukshëm. Thotë unë nuk e di ndonjë projekt kapital mjedisor. Mjedisi nuk ishte prioritet. Qoftë jo asnjëherë, as nuk është as sot. Do thotë nuk mund të themi që kemi prioritet mjedisin duke dalë me pasur deponi ilegale mbeturinash, sepse ajo është punë e dikujt tjetër. Ministria duhet me na tregu ne se sa ka buxhetin e ndom prej taksave tona për projekte mjedisore. Sa implantet e ujrave të zeza do të bëhen në Kosovë. Do të ne i derdhim gjitha kanalet e ujrave të zeza në Lumej, prej atyre lumejve ujitet toka me cilës ne ushqehemi. Ministria duhet me na tregu dhe secili akter tjetër i cili është i lidhur me këtë fushë se sa inspektor mjedisor do rriten. Duhet me na tregu se ato gjoba mjedisore të cilat u shqiptohen ndotësve si do inkasohen. Duhet me na tregu se çfarë do ndodh me ndërmarrjet e menaxhimit të mbeturinave në Kosovë, të cilat çdo ditë janë protestë. Çdo ditë protestojnë për paga më të mira, për infrastrukturë më të mirë të punës, pra as uniforma pune nuk kanë. Dhe nëse ti i ndon në këtë rast 1 milion euro janë ndarë për largimin, nuk e dim sa deponive, përveç që kemi pa një konferencë për media të ministrës me kryeministrin, që do të jetë një pako për largimin e deponive, të cilën fillimisht më vërtet ato rikrijohen, po i largon dhe rikrijohen, dhe shembulli më i mirë është Badufci. Me 22 mars me 150 vullnetar, me FSK-n, me peshkatar, me Zerfix, kemi shku dhe kemi bërë largimin e dikon mbi 200,000 mbeturina mbi sipërfaqen e ujit tek diga e liçenit. Në mars. Në mars. Sot ke qenë. Sot jemi këto ditë keni. Këto ditë jep, do të sot jemi 22. Po. Do të jemi me 22 qershor, që janë 4 muaj, dhe mbesoni që kam ja u dërguar edhe pamjet, i kam publikuar dhe në Facebookun tim, po i kemi publikuar dhe në faqen e organizatës, është gjendja më keq se sa para 4 muajsh. Dhe pse ka ndodhur kjo? Sepse nuk ka mekanizma të cilat përdoren, jo, në fakt ka, po nuk zbatohen. Ligji është, apo? Po, për rujtjen e këtyre hapësirave. Cilat janë hapat, përveç disa dronëve, të cilët po e dëgjoj ministrin, duke thënë që me dron do i shohim ata që po ndotin. Cilat hapa po i merr institucioni për të kujdesur që ndotja nuk do të ndodhë përsëri. Nëse për Batovcin aty ku furnizohemi me ujë të pirës. Dhe besojmë që nuk është më mirë as edhe një resurs ujor në vendin tonë. Të trazon kur e pa gjendën është të mërshme me pa atë situatë, duke e ditë që çfarë kemi larguar në herën e kaluar, edhe infuzione dhe prombetje medicinale kemi gjetë aty. Po nuk ka pas asgjë që s'ka pas aty prej gjërave që ne i hudhim, dhe ato mbeturina përveç që janë hudhur prej qytetarëve, vinë rregullisht vinë aty prej prockave të cilat derdhen në liçen. Nga ajo që po më thënë shteti gati është i dorëzuar. Shteti është absolutisht i dorëzuar përballë një sfide kritike ambientale. Secili sektor pothuajse ka dështuar që ta kemi një mjedis më të pastër dhe më të qëndrueshëm. Red me u pasgjidh problemi i ndotjes Kosovës me aksionet pastrimit, besëm që sot nuk kishim folur për problem. Thot po i bëjmë 13 vite që intensivisht jemi marrë, vetëm vitin 2018 për 3 muaj kemi largu afër 1000 deponi ilegale për Kosovë. Ndër vite kalon 2000 numri që i kemi pastru, me qindra mijëra vullnetar. Thot nuk kemi dalë ne më shku me një ekskavator të lokacionet, po ne kemi shku me autobusa të vullnetarëve, kemi shku i kemi përfshi gjitha lagjet. Thot nuk munden aksionet me zaventsu punën e shtetit. Puna e shtetit është krejt diçka tjetër. Me kriju klim, kushte të cilat e parandalojnë ndotjes. Nuk është e lehtë, sigurisht. Nuk po them që ministria ose qeveria ka mund ta bëjë këtë për 6 vite, po të paktën ka mund me fillu. Dhe cili është plani?
cili është plani, ka vite që kërkojnë policinë e gjelbër dhe ka modele për vendeve tjera që ka funksionu. Kështu që veprimet të cilat dalin përtej atij populizmi që zakonisht ne jemi mësu me pa prej politikanëve, dhe e prekun në esencë problemin, pra dhe merren me shkakun e tij, sepse kjo është shumë e rëndësishme, se ne jemi të prirur më shumë të merrem vetëm me problemin, shkojmë me eskavatore, largojmë një deponi ilegale, mirë po ne nuk merremi me shkakun, nuk shkojmë më tutje, të marrim masa, mandej cilat janë ato masat të cilat duhet të merren që ne ta kemi Kosovën e pastër. Çfarë po bën qeveria për ekonominë qarkore? Cilën stimulim e bën qeveria për bizneset të cilat potencialisht kishin me investu në fushën e riciklimit? Ka vite që e kanë filluar projektin e kthimit depozitave. Quhet kështu, është një projekt i cili shishet plastike, kanoqet, sikur që i shohim në vendet e Bashkimit Evropian, e dërgon të zbrazët dhe të kthehet në tepsivo. Është projekt që pa të filluar me pompozitet dhe deri me tani nuk shihet në horizont askund, nuk e di çfarë ka ndodhur. Do të ka mungesë. Nuk e dim rezultatin. Nuk e jo, do të ne rezultati ka qenë të vendosen ato makinerit, ku njerëzit shkojnë dhe i kthejnë mbeturinat e tyre dhe e marrin një tips i cili është simbolik, megjithatë kish me qenë inkurajem për njerëzit që mos i hullin shishet. Çu po mos me mujt deri tash me fitu betjen me brëllogun. Po them prap, përderisa ne shohim një mënyrë klasike të angazhimit dhe nuk i marrim për bazë as sugjerimet, as shembujt të cilët janë për vende tjera, dhe në anën tjetër kjo ka kosto. Nuk mjafton me deklarata politike, nuk bëhet në Facebook. Kjo kërkon veprim konkret, i cili shihet prej qytetarit. Aktualisht me betej me brëllogun, figurativisht po them betej, kompanitë e pastrimit apo? Janë organizata vullnetare që këta janë aktorët për momentin që ti je shef në për teren dhe secili përballet me probleme të tyre. Për shembull, ne si organizat vazhdojmë të kemi probleme të mëdha që të sigurojmë fonde për të bërë aksione pastrimi. Do të thotë, sa herë që shkojmë te donatorët ndërkombëtarë, që kërkojmë mjete për të bërë aksione, gjithmonë marrim përgjigje negative, sepse kjo është punë e cila është e institucionit, pra pastrimin nuk ju takon ju. Jo mund të merreni me vedisim, që ka logjik, në anën tjetër mos thosim që institucionet janë në raste të rralla që të thret ose të ofrojnë mbështetje, kështu që kalojmë andej tek funksionon me letërnjoftim partie kjo apo? Shumë edhe me letërnjoftim partie, fatkeqësisht ne ID card po duhesh me qenë militant që me mbërri me kriju mandej përkraje mbështetje, që prapë edhe kjo është gabim. Ne mund të kemi qëndrime, bindje ndryshme politike, po fund ditës, nëse ne shkojmë badas në Maqedoni o ma pastër. Në Malzi o ma pastër. Çka ndodh me ne? Ku është problemi këtu? Rajoni është në përgjithësi njëjtë. Po pajtohem që Malzi është më mirë, Maqedonia është më mirë nëse flasim për zonat mbrojtëne. Zonat mbrojtëne. Absolutisht është më mirë. Nuk mendoj që shihet që është po, do të thotë zonat, çfarë di, parqet nacionale, ne a din si është Brezovica. Ti me shku me pa Brezovicën në hyrje, të me rrohesh prej grumbullit madh mbeturinave aty. Dhe është përgjegjësi e Parkut Nacional. Në shtëpinë në Bortyde i gjujnë ato mbeturina. Të njëjtit njerëz. Dhe çka problemi? Dhe nuk vendosen simptomet çka ato kjo. Po tani kështu, unë mendoj që pak është shkput lidhja e njerëzve me shtetin, me atë që quhet shtet, pra, sidomos me pronën publike, pra njerëzit e kanë humb dashnin për këtë vend, do të nuk e konsiderojnë si një vend që kanë perspektivë në ta. Ne jemi dëshmitar për këtë sa ikje i kemi viteve të fundit, sidomos trime, sa njerëzit e lëshojnë Kosovën çdo ditë. Kjo është një indikator që tregon pak që njerëzit nuk besojnë pjesë e madhe tyre që në këtë vend ka perspektivë, që mundesh me jetu, mundesh, në fakt, goxha e vërtetë është, sepse cili njeri sot mundet me ble një shtëpi ose banesë me punën që e bën një qift, me paga që i marrin, a ju dalin me jetu. Mos flasim me çmimet e shportës bazë konsumit janë. Kështu që mendoj që gjitha këto bashkë e krijojnë këtë farmllëfin i cili dikur mundet më shpërthy dhe dëshmitar jem e shohim Tiranën çfarë po ndodh. Do të thotë mjafton një shkëndi e stresuar, po. Do mund të akumulohet dhe mjafton një shkëndi e cila do të qoftë ajo dhe mandej është bëhet e pakontrollueshme. Kështu që mendoj që shteti i pari ka dështuar
mi u tregu njerëzve që vërtet Me kujdeset për ta. Sakt. Kujdeset për ta. Dhe kujdesi për ta nuk nënkupton as duke ju dhënë para, nuk nënkupton as duke ju recitu poezi, po nënkupton punë konkrete ku secili e prek. Dhe E matë nga mëngjesin darkë. Fiks. Dhe kur ti e shef që shteti në pronën e vet bën vetëm ndërtime, i shohim sot ndërtimet e reja që bëhen në tërë Kosovën, sa kanë hapësirë gjelbër, sa ka hapësirë aty për njerëzit